Tani, shikojmë këtë detyrën që kishim para ca ditësh, Albani mendon se numri 3 është me fat, nuk kanë fat e tretar të. Kështu që kur shikojnë një varg me numra, ai numëron sa tresha ka në të. Bëni një program që ndihmon Alban të gjejë sa tresha ka në një varg me numra të dhënë. Ky program do të shfaqë numrin e treshave, por nëse janë 3 tresha do të shkruajë si fat. Tani, shikojmë një shembull input këtu. Kemi 3 raste testimi. Pra, rreshti i parë, ky numri 3 rreshti i parë, tregon që kemi 3 raste testimi. Rasti i parë është ky. Një sekond. Rasti i dytë është ky, rasti i tretë është ky. Tani kjo pesa këtu tregon që janë 5 numra. Po. Nga këta 3 numra janë 2 numra 3. Kështu që do nxjerrë numrin do nxjerrë Matematikën përgjigja që vesh me kodice. Provova në fund të terminal, ma atë përgjigje. 2-0 super fat. Në rregull. Tani, pra nëse ka pra numëron e tresha janë 2. Rasti i dytë, kemi 2 numra, këtu s'ka asnjë tresh, kështu që premton 0. Përgjigja është 0. Rasti i tretë, kemi 4 numra, edhe këtu kemi 3 tresha. Kur kemi 3 tresha, do të fitoj superfat. Ta bëjmë shpejt këtë program? Si thua, ose po shkruaj unë edhe ti vetëm shikoj dhe pastaj bëjmë në shtëpi. Po. Në rregull? Okej. Po e çoj këtë, dalë. Okej, në rregull? Se prap s'ka ndonjë detyrë kaluar se. Okej. Tani do t'ja bëjmë unë D005, detyra. D005 save. D005 pik pëy. Po do kryoj edhe një input. Tu po e bëj input D005 pik pëy. E shkoj poshtë, do të kishte save. E vërtet. Save D005 pik txt. Pra mund ta bësh vetëm me detyrë, s'ka të bësh input tekst çfarë janë. Jo, mund ta qosh çfarë duash, nuk ka rëndësi. Ne thjesht e kemi qoftur. Vetëm që të jetë në fund pik py ose pik txt. Po, pik py tregon që është program Python. Pik txt tregon që është një rreshtë tekst i rreshtave. Tekst me rreshta, E kopjoj këtë. Ctrl C, Ctrl V, shtypë edhe një enter, pastaj save, e ruaj. Tani kaloj te detyra. Do lexoj numrin e rreshtave dhe do përsëris, domethënë sa teste janë aty, aq do bëhet përsëritja e ciklit. Po e bëjmë for underscore range bëj. Të pasan shit. Bëj. Kjo range do lexoj input. Lexoj rreshtin me që ka treshin, por do ta kthej edhe në integer. Ashtu. Tani në çdo test kemi një numër edhe pastaj një rresht me numra. Atëherë po lexoj n baraz me int input. Pra lexoj numrin që është në rreshtin e parë të testit, në rreshtin e dytë të testit lexoj rreshtin e dytë të testit input e ndaj split I kthej në numra, map, int, e mbyll mapin këtu, edhe do ta ruaj në një listë, po e quaj L. Mund ta quaj çfarë do, po e quaj L. Tani, në këtë moment që kam lexuar inputin, mund t'i bëj një test. Këtyre që kam lexuar, I bëj një test programi, të testoj. Print n edhe print L. Që të shikoj kam lexuar sa ka apo jo. Print L. I bëj save. Akt në terminal, kontrollar T, lsd P005. Jo, D005, e për D. Po, D005 pik PY, D005 pik txt. Janë të dy. Tani do ta ekzekutoj këtë me Python 3. Python 3. Nëse kur bëjmë të ekzekutim me këtë që është më doli prapë sakta me këtë kod.
Është gabim të rang. Po e kanë shkruar Duhet gabim. rang. E kanë shkruar gabim. Po, që ishtë në gjuhë shqip. Po. E provoj edhe një. In, kjo do një in këtu. In range, for emër variabli in range. Ctrl S, Alt Tab, shqipje dhe. Në rregull, tani kjo na del një map, duhet ta kthej edhe në listë këtë se e kam më kollaj. Po, se map nxjerr ato numrat e rasteve. Po, e kthej edhe në listë, domethënë përdor këtë funksionin listë këtu përpara map edhe e mbyll kapën këtu të asaj, bëj save. Ja që na shërben ky testimi që jemi tani, që ta kontrollojmë që deri këtu programin e kemi në rregull. Pastaj kjo vazhdon me zgjidhjen e problemit. Tani jemi në rregull. Po lexoj 3 teste. Më ndiq më atë që të ecim pak në shpejt edhe pra kemi 3 teste, edhe tani do shikojmë. Tani si i komentoj këto? Fillojmë me zgjidhjen. Po bet me folje komentet. Po. Tani si do gjej se sa tresha kanë te lista L? Ka mënyra të ndryshme, siç ishte edhe te problemi 005. Ka mënyra të ndryshme, mënyra më e thjeshtë është l.count. L.count 3. Pra, numëron se sa tresha kanë tek L-ja. L-ja është një listë, count është një funksion i listës, edhe këtu me një objekt thotë që numëron se sa tresha kanë tek L-ja. Tani, këtë po e quaj NR, po e ruaj tek NR-ja, numrin e treshave, ose po e quaj NR3, numri i treshave, NR3. Tani do printoj përgjigja. Nëse numri i treshave është i barabartë me 3, nëse numri i treshave është i barabartë, barazimi mbet në dy shenja baraz, është i barabartë me 3, print superfat. Përndryshe, print Përndryshe printo vetë numrin e treshave. Else print NR3, numri i treshave. Ctrl C, e provoj. Ok, në rregull nder përgjigja, ashtu siç është edhe përgjigja tek faqja e problemit. Tani, siç e tham edhe herën e kaluar, këtë if else që ka vetëm, domethënë nëse kështu, printon kështu, përndryshe printojmë gjë tjetër, pra këtë if else mund ta shkruajmë edhe në një rresht, mund ta shkruajmë edhe kështu. Mund ta shkruajmë print superfat nëse numri i treshave është i barabartë me 3, përndryshe printo NR3, printo numrin e treshave. Pra, është më e shkurtër. Do të prap komentet tjetër të nxjerr printin e shkurtër që ke bërë. Ose bëj koment ose e selektoj dhe e shifare. Mund ta bëj kështu. Ctrl S, e provoj. E një taj gjë. Po, punon njësoj. Vetëm se është më e shkurtër edhe më kompakt. Nuk bën hapësirat si që t'isha ajo. Ashtu. Tani, shkojmë tek detyra tjetër. Gjashtë, që ishte pjesa mbetur e klasës, si për e shikojnë në shtëpi, atë e kishte shembull, ishte shembull numër 4 i detyrës. Të gjashta. Po, të detyra 6. Në një restorant ka filluar punë një kamareri. Jo, kishim pjesën e mbetur të klasës që shembull 4. Edhe nuk ishte një gjë, ajo ishte rezultati. Dakor. Kjo është kollaj, se është e zilë këtu. Po, që për shikojnë një në shtëpi, unë e bëra shtu, si që shka jo. Okej, në rregull. Po, tu është e zilë, kështu që s'kemi qatë zilin. Ta që do shikojmë këtë... Të detyrës. Pra... Ka nëzënjë ta shikoj si e kam përse, mund të këtë me kodin piton në atë. Ska gjë, e bëjmë bashkë dhe pasaj ti korrigjoj, ose e shikojmë ose se... Në një restorant ka filluar punë një kamareri, meqenëse nuk është dashur në matematikë, ndonjëherë e kthen rreth nga gabim.
Dhe shefi për ta testuar I dha një problem të thjeshtë. Sa bëjmë A minus B? Përgjigjja e tij është gabim. Dhe për çudi ka vetëm një shifër gabim. Tani, shkruani një program, a mund të shkruani një program që bën të njëjtin gabim. Pra, programi merr dy numra A dhe B dhe do të jap një diferencë të gabuar A minus B. Përgjigjja do të jetë një numër pozitiv që ka të njëjtin numër shifrash me diferencën e saktë, ku të gjitha shifrat janë njësoj me diferencën e saktë, me përjashtim të njëjtës që do të jetë e ndryshme. Zeroja nuk duhet jetë si shifër e parë nga e majta. Nëse ka përgjigje të ndryshme që I plotësojnë këto kushte, mjafton të jepni vetëm njërën. Atëherë kemi inputin. 3 është numri I testeve, kemi 3 rreshta testi. Pra A-ja kjo, B-ja kjo, A-ja kjo, B-ja kjo, A-ja kjo, B-ja kjo. Tani në rastin e parë A minus B, A minus B është 4624. Tani meqense kjo është diferenca e saktë, programi do të kthejë për shembull këtë, ku shifra e parë është ndryshe dhe shifrat e tjera janë njësoj. Ose kjo është një përgjigje saktë, ku shifra e dytë është e ndryshme dhe shifrat e tjera janë njësoj. Ose kjo është një përgjigje saktë, ku shifra e fundit është e ndryshme dhe të tjerat janë njësoj. Ose edhe kjo është një përgjigje saktë, ku shifra e tretë është e fundit. Edhe kjo është një përgjigje saktë, ku shifra e fundit është e ndryshme dhe shifrat e tjera janë njësoj. Kurse 0,624 është gabim, se thotë që s'do të ketë 0 përpara, 624 është gabim, sepse nuk ka të njëjtat shifra si kjo. 58, edhe kjo është gabim se ka më shumë se një shifër të ndryshme. 4624, edhe kjo është përgjigje e gabuar, sepse është njësoj me diferencën. Edhe kjo është gabim, sepse nuk duhet ketë 0 përpara. Pra, ne duhet të bëjmë një program tillë. Për shembull, në rastin e parë, një nga përgjigjet e sakta, se ka shumë përgjigje që janë të sakta, një nga përgjigjet e sakta është 1624. Se kam ndryshuar këtë 4 në ka bërë 1, për shembull. Në rastin e dytë, 289, 230, diferenca është 9. Atëherë kam ndryshuar një shifër vetëm. Kam ndryshuar një shifër, është bërë 8, kjo është përgjigje e saktë. Në rastin e tretë, 4375, 4375. Përgjigja është 0. Diferenca është 0. Ka ndryshuar 0-n e ka bërë 1. Edhe kjo është përgjigje e saktë. Tani, programi do jetë I thjeshtë, do lexojmë dy numra, edhe pastaj ja ta fillojmë programin. New, save, detyra 006.py, po bëj edhe një tjetër, save, detyra 006.px, bëj save, tani shkoj kopjoj të inputin, e vendos këtu, save. Shkoj te programi, mund ta kopjoj të parë. Po, këtë rreshtën e parë, që bën ciklin, se ta sa edhe një ka këtu. Ctrl C, jo. Nuk e kopjo ka me E Ctrl. bën me kështu mouse që nxjerr të kopju direkt paste. Okej, nuk e di se do ka. Copy. Ctrl. Jo, me paste direkt, nuk e bën me atë opsioni kompjuter kaj. Po, paste. Okej. Mund të kopjoj edhe këtë që lexon dy, jo, po I lexoj dy numra, tu se është e thjeshtë shkollare. Atëre, në një rresht inputi kemi dy numra A dhe B. Lexojmë input, pick split, dhe I kthejmë numra, map, int, I kthejmë numra ato pjesët e ndara, dhe tani, meqense janë vetëm dy numra, më di që janë vetëm dy numra, I ruajtje këto dy numrat A dhe B. Pra, këtu kam lexuar A dhe B, po I printoj këto që kam lexuar, që testoj që programi është në rregull deri tani. Print A kresje B. Po se nga që është treta rasta, po nuk mund bëj tani. Nuk ka rast të tretë. Domethënë, rasti I parë ka dy numra, rasti I dytë ka dy numra, rasti I tretë ka dy numra. Mendova se do bishte print A, B, C sipas rasteve. Jo, kjo është A-ja, kjo është B-ja. Kjo është A-ja, kjo është B-ja. Po, nëse kuptoj, tre raste është A, B numri me grupe.
Treshi është numri I testeve, që do përshtitet. Për atë mendova. Jo. Jo, këtë e kemi këtu, këtë treshin, po nuk e printojmë se do dalin 3 rreshta këtu, do bëhet kjo 3 herë, e do shikojmë që janë 3 rreshta këtu. Tani e bëj 6 të tetra. Edhe thjesht nxjerr inputin, e lexoj dhe thjesht e nxjerr. Deri këtu është në rregull programi, tani do bëj zgjidhjen. Tani po quaj D diferencën, D-ja me vlerën A minus B, diferenca. Tani unë duhet printoj këtë diferencë, print D, por kjo është gabim, se do ta printoj me një shifër të ndryshme. Do t'i ndryshoj një shifër kësaj. Tani si mund ta ndryshoj një shifër? Ta zëmë se diferenca është 15. Si mund t'i ndryshoj një shifër? Një mënyrë e thjeshtë për t'i ndryshuar një shifër. Duke e renditur nga më I madhi. Duke e shtuar 1, e bëj 16. Pra nëse I shtoj 1, bëhet 16, ndryshon vetëm shifra e fundit. Edhe përgjigjja është saktë. Pra mund ta bëj D plus 1 këtu. Apo jo. Por në qoftë se përgjigjja është këtë mund ta bëj D plus 1. Por në qoftë se diferenca është 9, kështu. Nëse diferenca është 9, dhe unë shtoj 1, bëhet 10. Bëhet 10, po është e gabuar kjo si përgjigje. Sepse pse është e gabuar? Sepse ndryshoj vetëm një shifër. Atë 9-ën unë mund ta bëj 8, mund ta bëj 5, mund ta bëj 3, po jo ta bëj me 2 shifra, ta bëj 10. Po, të vetëm në një shifrot diferenca. Nëse është 9, mund t'i zbres 1 kështu. Po. Po nëse është po që 19, I shtoj 1 bëhet 20. Po, edhe nëse është 19 diferenca, nëse diferenca është 19, I shtoj 1 bëhet 20. Është përgjigje e gabuar, sepse ndryshon 2 shifra, ndryshon edhe shifrën e parë, ndryshon edhe shifrën e dytë. Prapë është përgjigje e gabuar. Pra, nëse shifra e fundit është 9, duhet I zbres 1. Nëse shifra e fundit është e ndryshme nga 9, mjafton që t'i shtoj 1 dhe përgjigjja është e saktë. Tani, si mund ta gjej, ose mund ta bëj kështu. Mund të shikoj, nëse përgjigjja është 15, I zbres 1 e bëj 14, edhe kjo është përgjigje e saktë, apo? Po, nëse përgjigjja është 10, I zbres 1, bëhet 9, është përgjigje e gabuar. Pra nëse mbaron me 0, nuk mund t'i zbres 1. Nëse mbaron me 0, do t'i shtoj 1. Bëhet me 2, kjo është e saktë me 2. Po. Domethënë, nëse përgjigjja është diferenca është 100, dhe unë I zbres 1, më bëhet 99, që është gabim, se nuk ka 3 shifra. Po, vetë të shifra. Ashtu, tani unë do shikoj, ose nëse është 110 shumë, I zbres 1, bëhet jo. Kështu që do shikoj shifrën e fundit. Nëse shifra e fundit është 0, do t'i shtoj 1. Nëse shifra e fundit është e ndryshme nga 0, do t'i zbres 1. Po. D-s. Tani, si ta gjej që shifra e fundit e një numri është 0? Qa do me thënë që shifra e fundit është 0? Nëse shifra e fundit është 0, plotpjestohet me 10. Po. Pra, do shikoj, nëse plotpjestohet me 10, do t'i shtoj 1. Për ndryshe, do t'i zbres 1. Si mund ta gjej që një numër plotpjestohet me 10? Ja, për shembull 230, që ka 0 në fund, pjesëtat me 10. Dakor. Po, nëse kam D-n, kam të numrin D këtu, si ta gjej që D-ja plotpjestohet me 10 apo jo? Mund të shikoj mbetjen e pjesëtimit me 10 dhe në Python mbetja e pjesëtimit me 10, mbetja e pjesëtimit bëhet me këtë operatorin përqindje. Kjo më jep mbetjen e pjesëtimit me 10. Pra, nëse mbetja e pjesëtimit me 10 është e barabartë me 0, atëherë ky numër plotpjestohet me 0. Po. Pra, them if në qoftë se mbetja e pjesëtimit me 10 është e barabartë me 0, I bie që ky numër mbaron me 0. Kështu që në këtë rast do t'i shtoj 1, print D plus 1. Print D plus 1. Për ndryshe print D minus 1.
Mund ta bëj me shpërblimisht, else print minus, d minus 1, apo s'bëj ashtu. Bëhet edhe ashtu, po ja ta provojmë një këtë, po I them save, Ctrl S, ta provojmë një këtë dhe do të komentojmë këto printin këtu. Këtë do ta komentojmë. A minus, pesi bëj. Po. Tani, diferenca e saktë mbaron me 4, 4, 6, 2, 4, diferenca e saktë. Midis këtyre, 4, 6, 2, 4. Ne kemi zbritur një, kemi bërë 4, 6, 2, 3. Ndryshon vetëm shifra e fundit, është e saktë. Këtu diferenca është 9. I kemi zbritur një, është bërë 8. Përgjigja është e saktë. Këtu diferenca është 0. 0 përkrestohet me 10. Domethënë shifra e fundit është 0, I kemi shtuar 1. Edhe përgjigja është e saktë. Tani le ta bëjmë edhe ashtu siç tepri me këtë ifin. Print d plus 1 if mbetja e testimit me 10 është e barabartë me 0 else d minus 1. Pra, këtu do të komentuar ato që kemi I kam bërë pak ngjeshur, edhe kështu bëhet, po mund të lëm edhe në një vend bosh këtu. Që të jetë më e lexueshme. Kurse do që bëhet mirat dokumentohen, nëse dhe I heqen. I komentojmë ose I heqen. Hajde, mëngjes. I bëj save, edhe e testoj. Edhe jep të një përgjigje. Tani, kaloj tek Tomas, këto detyrat I keni bërë? Detyrën 5 Keni arritur t'i bëni? Dakor, shpresoj. Këto detyrat këton? Jo, okay, në rregull. Okay, në rregull. Tani bëm Tani bëm detyrën e problemit 5 dhe detyrën e problemit 6, sa të mbaruam. Tani do shikojmë këtë problemin 7. Shpejt. Sa të bëjmë gati, edhe të shikojmë. Ja, të bëjmë edhe në gjesa, po? E ka hapur tonë? Po, të shkata, dhe I heqëm atë shkatën. Atëherë, po e lexojmë këtë problemin. Grada e qeligut përcaktohet në bazë të kushteve të mëposhme. Kushti I parë, fortësia është më e madhe se 50, kushti I dytë, përmbajtja e karbonit është më pak se 0,7, kushti I tretë, forca elastike është më e madhe se 5600. Pra, këto janë 3 kushte. Tani, grada përcaktohet në poshtë. Grada e qeligut është 10, nëse plotësojnë të 3 kushtet, edhe I pari, edhe I dyti, edhe I treti. Grada është 9, nëse plotësojnë kushtet 1 dhe 2. Grada është 8, nëse plotësojnë kushtet 2 dhe 3. Grada është 7, nëse plotësojnë kushtet 1 dhe 3. Është 6, nëse plotësohet vetëm njëri nga kushtet, ose I pari, ose I dyti, ose I treti. Është 5, nëse asnjë nga kushtet nuk plotësohet, as I pari, as I dyti, as I treti. Tani thotë që bëni një program që merr vlerat e fortësisë, përmbajtjes së karbonit dhe forcës elastike dhe nxjerr gradën e qeligut. Edhe kemi këtë shembull këtu. Kemi 3 raste testimi, pra në rreshtin e parë, filumi 3 tregon që kemi 3 raste testimi. Tani këtu kemi 3 numra, të ndarë në vend bosh, këta numra mund të jenë kjo që nga 0,6. Po, domethënë mund të jenë edhe me presje, pra nuk është thënë që të jenë vetëm numra natyror, por mund të jenë edhe me presje. Pra këtu kemi 3 numra. 3 numra janë këto, fortësia, përmbajtja e karbonit, numri 2, edhe numri 8 është forca elastike. Pra këta 3 numra që janë këtu janë fortësia, përmbajtja e karbonit edhe kjo elastike.
forca elastike. Tani, programi do lexoj këto numra dhe do printoj bazuar në këto karakteristikat çeliku do printoj forcinë e tij. Në rastin e parë është 10, në rastin e dytë është 6, në rastin e tretë është 6. Atëre fillojmë me një program të ri, new, i bëj save p007.py. p007.py. Enter. Hap edhe një tjetër dhe i bëj save, një tab tjetër i bëj save p007.txt. p007.txt për inputin. E kopjoj inputin. E kopjoj inputin. Tu, Ctrl C, Ctrl V, edhe një enter, edhe Ctrl S për save. Tani shkojmë tek programi. Në fillim do lexojmë të numrin e në fillim do lexojmë numrin e testeve këtu. Dhe do bëjmë një cikël që përsëritet aq herë. Dhe po e bëj të rëmbëllë for vis post in range 2 pika bëj. Tani ky range është numri 3, që e lexojmë input. Por do ta kthej edhe në integer. Që i them int input. Int input. Pra, këtu kam një cikël që këtu kam një cikël që do përsëritet 3 herë, ose 5 herë, ose 7 herë, aq sa të jetë numri në rreshtin e parë. Tani këtu do lexoj 3 numra. Këta numra po i quaj A. Ose ta shkruajmë këtë problem. Fortësia, po i quaj F këtë. Ose mund të quaj edhe fortësia. Përmbajtja e karbonit, mund ta quaj K, shembull. Forca elastike mund ta quaj E. F, K, E, shembull. F presje K presje E, merr vlerën, lexoj rreshtin me input. E ndaj me split, pick split. Dhe këto që janë ndarë me spacëve bosh janë me thonjza, janë numra po me thonjza, do t'i kthej në numër, po jo int, jo numër i plot, int është integer, numër i plot, po do t'i kthej në float, map, float, edhe e mbyll klapën e mapit. Tani float është numër me presje vjetore, pra është numër real, apo nuk e di si quhen ato, numër me presje. Pra, kemi këtë fortësinë, atë shkallën e karbonit edhe elasticitetin. Tani, grada e çelikut thotë që përcaktohet nga këto 3 kushte. Atëherë do përcaktojmë kushti i parë, kushti i dytë, kushti i tretë këtu. Kushtin e parë po i quaj K1. Kushti i parë është kur fortësia është më e madhe se 50. F-ja më e madhe se 50. Pra, këtë mund ta shkruaj edhe me klapa kështu, po edhe pa klapa funksionon. Tani këtu kemi një krahasim, po jam më e madhe se 50, dhe një krahasim jep vlerën ose e vërtet ose e gabuar, true ose false. Kështu që kjo kënjëshi këtu ka vlerën ose true ose false. Pra, nëse ky kusht plotësohet, ndryshorja K1 ka vlerën true. Nëse ky kusht nuk është i vërtet, nuk plotësohet, ndryshorja K1 ka vlerën false. Atëre, kushti i dytë është përmbajtja e karbonit është më pak se 0.7. Atëre kemi K-ja më e vogël se 0.7. Dhe kushti i tretë është që forca elastike është më e madhe se 5600. Atëre E-ja më e madhe se 5600. Pra, kemi kushti 1, kushti 2, kushti 3. Të tre ato janë vlera logjike, që kanë vlerën ose e vërtet ose e gabuar, ose true ose false. Tani do printojmë atë, do nxjerrim
si rezultat gradën e qelikut bazuar në këto tre kushte. Atëherë, nëse plotësojnë të treja kushtet, plotësojnë të treja kushtet, do të thënë K1 dhe K2 dhe K3. Pra, nëse K1 dhe K2 dhe K3, pra plotësojnë të treja kushtet, prind 10. Pra, grada e qelikut është 10. Eli do krahasojmë këtu ndryshe, do krahasojmë një kusht tjetër, do kontrollojmë një kusht tjetër. Nëse plotësojnë kushtet 1 dhe 2, pra të treja nuk plotësojnë, atëherë do kontrollojmë a plotësohet i pari dhe i dyti. Nëse K1 dhe K2 bëj prind 9. Eli kushti tjetër është që a plotësohet i dyti dhe i treti. K2 e K3, i dyti dhe i treti, prind 8. Eli a plotësohet i pari dhe i treti. Nëse plotësohet i pari dhe i treti, forësia është 7. Eli K1 M K3 prind 7. Dhe grada është 6 nëse plotësohet vetëm njëri nga kushtet. Vetëm njëri nga kushtet, do të thënë i pari ose i dyti ose i treti. K1 ose K2 ose K3. Prind 6. Dhe rasti i fundit është nëse asnjë nga kushtet nuk plotësohet. Pra, ne faktikisht këtu i kemi kontrolluar gjitha rastet e mundshme. Pra, i pari dhe i dyti dhe i treti, plotësohet vetëm i pari dhe i dyti, plotësohet vetëm i dyti dhe i treti, plotësohet vetëm i pari dhe i treti. Pra, këto janë që plotësohen këtu plotësohen të tre, këtu plotësohet vetëm 2 prej tyre, dhe ky rasti këtu është që plotësohet vetëm një, i pari ose i dyti dhe i treti. Dhe na ka ngelur rasti i fundit që mund të themi me else, është që asnjëri. Që mund, do të thënë, nëse s'plotësohet as i pari, as i dyti, as i treti, është asnjëri. Kështu që mund të themi vetëm else, print 5. I bëj save me Ctrl S, edhe hap terminalin. LSD 007.yu. Pra kemi këtu inputin për 007.txt dhe kemi programin për tek për 007.yu. Tani e provojmë këtë program. Duke i dhënë input p007.txt. Edhe përgjigja praktikisht na dele saktë, siç është këtu tek shembulli. Po, ja ta shikojmë. Do thotë unexpected indel. Kjo është rreshti 6. Rreshti 6. Po. Ke arruar një pinga. Doni jo. Jo, ky i këtu duhet një. Ti ishte poshtë ajo ka pat gabimi. Ajo është. Provojmë një. Po, kjo ka vjen tani. Tek kënjeshi. Hardness not defined. Sepse ne kemi quajtur thot, e kemi lexuar te thoja, nuk e kemi, po ta kishim quajtur këtë hardness,
do ta çojmë edhe kundërtën. Po këtu e kemi quajtur F. Atë Se lexova shumë të vetë bashkë. dakor. Këtu e bëjmë F, e njëjta gjë është edhe për këtë. Këtu e kemi quajtur K, Po, dhe këtë e kemi quajtur E. po, të metëm të lajmë. Bëj kontrol S? Po. Tani është në rregull. Do një në rregull? Mirë. Mbarua, prit. Çka kemi këtu si? Dhe të e shpesë është në fund. Po. Kemi dhe të si dhe të shpje. Bën një program që merr kodin e një anije, si një shkronjë, dhe shfaq llojin e saj si emër i plotë. Kodin vetëm që i ta që më ndryshen, si me këtë që bën tani. Po, pra kodi është B e madhe ose B e vogël, edhe lloji është battleship, për shembull. Dhe testi është i tillë. Pra nëse është B, do nxjerr këtë emër. Nëse është C, shumë C e vogël, s'ka rëndësi, mund të jetë C e madhe, do nxjerr C. Nëse është kjo shkronjë, do nxjerr këtë emër. Është në ngjashme me këtë, po është pak më e thjeshtë, është akoma më e Kjo është me shkëja, jo se ka këto gradet. Tani do fillojmë me komandat e Linuxit, hapim terminalin. Je gati aty? Bëj pastaj, po, bëj pastaj. Hape atë dhe bëj pastaj. Sot do shikojmë disa komanda që kanë lidhje me rrjetin, me networkun. Një nga këto komanda është komanda IP. Dhe nëse i them për shembull IP adres, më tregon adresën IP të këtij kompjuteri. Kjo është një ndërkaqe rrjeti, edhe IP-ja është kjo këtu. Kjo është një tjetër, kjo është ndërkaqja Wi-Fi, se ky kompjuter pas ka dhe Wi-Fi, wireless, edhe ka këtë IP-n këtu. Tani, IP-ja është adresa e kompjuterit në një rrjet, dhe zakonisht është IP Wi-Fi. Është një numër me katër, domethënë janë 4 numra me pikë, për shembull 192 pik 169, pik 10, pik 33, siç është këtu. Ka dhe një /24 që tregon se sa i madh është ky rrjet. Për shembull me /24 mund të kemi deri në 255 kompjutera në një rrjet. Nëse vëjmë /23 për shembull, rritet numri atyre. Por zakonisht kjo është më e përdoshme, /24. Kaq bën zakonisht. Tani këtë komandën IP address që dam më sipër, mund ta shkurtojmë, mund ta bëjmë edhe kështu për shembull, IP address dhe ai jep një rezultat. Pra kjo komanda IP e njeh kjo komandën, njëkohësisht njeh edhe komandën adres. Mjafton që kjo të jetë ndryshme. Bile edhe nëse i kem vetëm IP A për shembull, pra kjo e njeh që s'ka komandë tjetër që fillon me A, është vetëm komanda adres. Kështu që nxjerr adresën e këtij kompjuteri. Një komandë tjetër, IP është IP root. Root janë rrugët mënyra e rrugëzimit të paketave. Sepse nëse duam këtu për shembull kemi 20 kompjutera. Gjitha kompjuteret janë të lidhur në një rrjet lokal. Dhe mund të komunikojmë me këtë IP me njëri tjetrin, brenda rrjetit. Por nëse duam të komunikojmë me një kompjuter në internet, për shembull, duhet që të shkojmë në internet. Dhe që të shkojmë në internet ka një port dalje, që quhet gateway. Edhe këto rrugët tregojnë se kush është gateway, për shembull. Kjo default tregon që gateway është kjo me +1. Nëse është një adresë që nuk është brenda rrjetit, pra do të dërgoj mesazh te një kompjuter që ka një adresë që nuk është në këtë rrjetin lokal, atëre ajo e dërgon tek gateway. Dhe gateway e dërgon në tutje, ka një gateway tjetër, vetë gateway, e dërgon në tutje derisa vjen në destinacion. Është si të themi që nëse duam të dërgojmë një letër për në Itali, për shembull. Ne e çojmë te posta. Posta është gateway jon.
Posta e Vlorës e çon tek posta e Tiranës. Aty e ka gateway-n e saj. Nga posta e Tiranës shkon tek posta e Romës, thënë. Me avion. Nga posta e Romës shkon te posta e e Barit. Edhe pastaj është më dalë. Domethënë në këtë mënyrë transferohen edhe këto paketat e rrjetit. Edhe kjo IP route mund të shkurtohet me mund ta bëjmë të shkurtër. Për shembull IP R prapë në të njëjtin rezultat. Tani bëjmë një clear ekranit. Të shikojmë këtë komandën ping. Ping minus C 8.8.8.8. Kush e di ç'është komanda ping? Memoria. Shkruaj. Kjo është një adresë. Është një adresë në një kompjuter tjetër, në internet, tipu në internet. Faktikisht kjo është te Google, një nga adresat e Google-it dhe me komandën ping ne shikojmë a mund të komunikojmë me këtë adresë. Domethënë thjesht dërgojmë një mesazh të shkurtër, si thua që themi ç'kemi ose haj, dhe ai na ka përgjigje. Është si ping-pong. Ne dërgojmë ping, ai na dërgon pong. Ne dërgojmë një mesazh të vogël, ai na ka përgjigje. Dhe në këtë mënyrë ne kuptojmë që kjo adresë është e arritshme. Domethënë, nëse duam të shikojmë nëse mund ta arrijmë një adresë, përdorim komandën ping. Kjo minus C3 është count. Count kemi dërguar 3 paketa. Kaq mjafton sa për të parë që na kthen përgjigje apo jo. Nëse e heqim këtë opsionin C dhe japim enter, ajo e vazhdon të punë pa ndërprer derisa ne ta ndërpresim me Ctrl C. Pra nëse do ta ndërpres tani, do të shkruaj Ctrl C, nuk ndërpret vetë. Do të shkruaj Ctrl C për ta ndërprer. Shtyp Ctrl C dhe ndërpres. Edhe kjo time na tregon se sa është ajo delay, për shembull, domethënë koha për të vajtur dhe për të kthyer është 45.6 milisekonda. Këtu për shembull ka akoma më të gjatë. Këtu e ka akoma më të gjatë, këtu e ka më të shkurtër. Pse ndodh kjo? Sepse ky interneti është kaotik, edhe paketat nuk kalojnë gjithmonë nga e njëjta rrugë, por edhe nëse kalojnë nga e njëjta rrugë, në një moment mund të ketë më shumë trafik, në një moment më pak trafik. Ose një paket kalon nga një rrugë, një paketa tjetër mund kalojë nga një rrugë tjetër. Bëjmë një clear ekranit dhe shikojmë këtë komandën dig Linux command dig org. Zakonisht këto adresat e internetit janë të vështira për të mbajtur mend. Kështu që ne i takojmë një emër dhe themi që kjo adresë ka këtë emër. Dhe nëse duam të dimë se kush është adresa që lidhet me këtë emër, përdorim komandën dig. Pra, ky emri Linux command.org është një faqe në internet. Por nëse ne duam të hapim në browser këtë, browseri do të di adresën e kësaj faqe. Sepse vetëm me adresë mund të komunikojë. Kështu që ka një mënyrë për ta kthyer emrin në adresë. Janë disa servera që ti i pyet sa është adresa për këtë emër dhe ai të kthen përgjigje. Dhe kjo komanda dig këtë gjë bën. Pyet sa është adresa për këtë emër, edhe me këtë përgjigje nga serveri DNS. Ky quhet server DNS. Edhe këtu është përgjigja. Linuxcommand.org ka këtë adresë. Kjo ajo këtu tregon adresë. E nxjerrim edhe një me shigje të lartë, dhe i shtojmë këtë opsionin short. Plus short. Pa vendosh, plus pa vendosh. Direkt plus short. Atëherë çfarë bën ky opsioni short? Ky na jep vetëm përgjigjen e përmbledhur. Pra kjo na intereson. Kush është adresa, kjo është adresa. Këto të tjerat janë ekstra, nuk ka import. Doli?
Po, se kisha bërë bashkë një të tëra në fund. Po. Tani, shikojmë një komand tjetër, që quhet trace root, Linux command, .org. Trace root ka dhe një N. Ka dhe një N, trace root. Atëre, që nga tregon komanda trace root? Edhe vetë emri e tregon. Trace është që ndjek rrugën nga kalojnë paketa. Po nëse duam të komunikojmë me këtë server, fillimisht do kalojmë një herë tek ky server këtu, që faktikisht është çfarë kjo thotë D-Link router. D-Link router është gateway jon, është ai Wi-Fi atje që është D-Link. Pra ky është gateway, kalon paketa që këtu, pastaj kalon këtu, pastaj këtu, e kështu me radhë, derisa Të gjithë kompjuterat. Po, domethënë gjitha ruterat ku kalon ku duhet kalojnë që të arrijë te kjo adresë. Të nxjerrim edhe një me shjetën lart, si kjo komanda trace root është një komandë trace path. Edhe kjo është e ngjashme me atë. Me trace root. Vetëm i vazhdo që mund ta ndalojmë ne po duhet. Jo, ai ndalon vetë, nuk se desa të zgjatë destinacionin, po nuk ka arritur akoma në destinacion. Nuk po se ato fjalë më edhe plusiat të ndezur kompjuterat. Nuk e di, ka një farë ndryshimi kjo trace nga trace path, po ajo si duket është më e përshtatshme, trace root. Gjithsesi unë po e ndaloj me Ctrl C. Kjo do ndaloj edhe vetë besoj, por unë po e ndaloj me Ctrl C. E pastrojmë ekranin, clear, dhe shikojmë, e kemi parë faktikisht të komandën wget. Për çfarë përdoret komanda wget, nëse e mbani mend? Për të shkarkuar gjëra nga rrjeti. Kjo W është web, World Wide Web, kjo get është për të marrë. Pra, marrim një gjë ose shkarkojmë një gjë nga rrjeti. Edhe këtu duhet t'japim një adresë. Adresën e faqes që do shkarkojmë. Po, ose TPS. Nuk e një ajo, TPS nuk e një. Enter. Tani, shikojmë të index.pp, mund ta shikojmë me komandën les. Shembull, les. Se kjo thotë që u shkarkua, u ruaj kjo, index.pp. Vetëm në shkarboj u ruaj. Mund ta shikojmë çka ka brenda me komandën les. Faktikisht është HTML, se Të bëjmë les të dërejta tani. po, të shikojmë e shkarkuam të index.pp, po shikojmë se çka ka brenda me komandën les. Faktikisht është përmbajtja e HTML. Se programet PHP ekzekutohen në server dhe kthejnë një përmbajtje HTML, që shfaqet në browser. Edhe kjo është rezultati i ekzekutimit të asaj index.pp, që është një faqe HTML. Mund ta shikojmë edhe me Nano, se Nano i nxjerrë të ngjyrosura. Edhe nga Nano dalim me Ctrl X. Tani, e nxjerrim edhe një herë me komandën e nënsikome, index.pp me shigjetin lart, dhe
I jap këtë minus o e madhe index.html. Pra, me këtë unë i them që duhet ta ruaj me këtë emër. Pra, mos ta ruaj me emrin index.php, që është default, po duhet ta ruaj me këtë emër. Edhe është e njëjta gjë, vetëm se tani e ka ruajtur me këtë emër. Kjo o e madhe është output, kësaj, që dërgoj outputin te ky skedar, index.html. Është e njëjta gjë. Tani, e nxjerrim edhe një herë me shkrimin lart të komandën wget dhe me vetë wget do përdorim një komandë tjetër që është e ngjashme me këtë, por që e kemi curl. Japim enter. Tani, kjo komanda është e ngjashme, vetëm se outputin nuk e ruan në skedar vetvete, po e kërkon në standard output. Nëse duam ta ruajmë në skedar, mund ta editojmë. Edhe në këtë rast na e ruan në skedar outputin. Tani i bëjmë një pastrim ekranit me clear. Dhe do shkruajmë një komandë që është shumë e dobishme. Që është komanda SSH. SSH. Komanda SSH ka kuptimin secure shell dhe na jep mundësi që të bëjmë login në një server tjetër ose në një kompjuter tjetër. Tani po shikoj unë çfarë IP kam këtu. Është kjo IP-ja .10.10 dhe po bëj SSH user1. Pra, i them që bëj login tek ky kompjuter me këtë adresë edhe bëj login si user1. Tani ju nuk do përdorni këtë user1, po do përdorni për shembull Ardi, Thomas edhe Daisy. Pra, këtë komandë që po jap unë do ta jepni po jo me user1, me adresën tuaj. Do vënd komand atë adresën e komandës Linux, apo jo? Po, shkruaj këtë komandë që shkruajta unë, SSH, vendosh, Ardi, edhe kjo adresa këtu, 192.168.10.30. Tani, ju do përdorni si password, nëse ju kërkon passwordin, ndjeni tuaj. 192.168. I temi yes aty. Nga që është herë parë që po kontaktoni me këtë server, të kërkon të konfirmimin, yes ose no, passwordi është mbi emri. Do të bëj yes këtu. Yes aty. Po, passwordi është mbi emri. Me të vogla, gjitha të vogla. Po, këta se shkollave në të liposh. Po, tani shikojmë këtu që unë jam si user1, kam bërë login të një kompjuter tjetër. Tani ju aty keni një prompt, keni një shell. Keni një shell që nuk është në kompjuterin tuaj, po është në një kompjuter tjetër punërriet. Pra ju po punoni në një kompjuter tjetër, keni bërë login në një kompjuter. Nëse bëni QMI, shikoni që jeni përdorues, unë jam përdorues user1, ju jeni përdorues tjetër. Nëse bëni IP adres, do shikoni që adresa është e ndryshme nga adresa e kompjuterit tuaj. Sepse faktikisht nuk jeni duke punuar në kompjuterin tuaj, por jeni duke punuar në një kompjuter tjetër, që është kompjuteri im, këtu. Pra keni këtu te kompjuteri im. Se do të shkojmë pas ditë kjo. Edhe nëse bëni ls-al, do shikoni që keni një direktori tjetër, pra është pothuajse bosh, nuk është direktoria ku punoni normalisht. Tani për të dalë nga kjo, shkojmë exit. Exit, mbyllim shellin,
edhe dalim tek kompjuteri jonë. Edhe nëse bëjmë LSAL tani, shikojmë që kemi direktorin që punojnë normalisht. Tani, nxjerrim edhe një herë me shqetën lartë të komandën SSH, dhe në vend që të shtypim enter, tu i japim një komandë ls-al. Atëherë çfarë do bëj? Kjo do ekzekutoj këtë komandën ls-al, por pasi ke bërë login te ky kompjuter këtu, pra do ta ekzekutoj këtë komandë në kompjuterin tjetër. Japim enter, të kërkon passwordin. Pra ekzekutojmë atë komandë në te kompjuterin tjetër, jo te ky kompjuter. E nxjerrim edhe një herë komandën me shqetën lartë. Edhe shkruajmë QMI, pra ekzekutoj këtë komandën QMI në kompjuterin tjetër. Edhe të gjitha në rastin tim është kjo këtu. Pra pavarësisht se unë këtu jam UV, me këtë komandë, nxjerr këtë përgjigje që domethënë se kjo komandë ekzekutoj nuk access. Jo LS, po vetëm komanda S'ka me LS. pa LS. Provash. Tani nxjerrim edhe një herë këtë komandën në sipër dhe e zëvendësojmë komandën në fund me ls -y. Edhe japim enter. Tani mua më dalin këta gjëra këtu. Pse dalin këto në plan? Shikoni çikani ta serojmë. Kjo komandë që dam këtu më sipër ka këtë yllin në fund. Po ky ylli zëvendësohet me një nga shelli. Shelli këtu, para se t'japi këtë komandën, përpiqet që ta zëvendësoj këtë pik yll. Edhe e zëvendëson me këto komandat, me këto skedare që fillojnë me pik këtu në direktorin ku jemi. Po nuk është kjo që duam këtu ne duam që të japim komandën ls-yll tek serveri tjetër. Atëherë çfarë do bëjmë? Këtë do ta rrethojmë me thonjza këtë komandën, me thonjza tepe, që e pengon këtë shelli këtu, që ta zëvendësoj pik yllin. Edhe kështu që kjo komanda do shkojë dhe do ekzekutohet kështu në këtë formë me yll tek serveri tjetër. Dhe tani na del rezultati I komandës, por nuk na dalin ato në fund, sepse ato dilin pasi ishte zëvendësuar kjo me emra të skedare që ishin në direktorin ku jemi. Tani sa që japim këto komandat, duhet të japim edhe passwordin, edhe kjo është e lodhshme, gjithmonë passwordin. Ka një mënyrë që ta thjeshtojmë këtë aksesin e komandës SSH, dhe kjo mund të bëhet duke përdorur ato që quhen qersa publik-privat. Pra, mund të gjenerojmë një çift qersash, janë qersa sekret, një nga këto është publik, një është privat. Atë qersin publik e vendosim në server. Kopjen private e mbajmë tek kompjuteri jonë. Dhe kur të përdorim komandën SSH, mund të përdorim këtë qersin privat për të identifikuar. Dhe ajo I bën match, I krahason kopjen private të qersit me kopjen publike, dhe nëse përfuten, atëherë na njeh që jemi ne, dhe nuk ka nevojë të japim password. Këtë kopjen e qersave publik-privat mund ta krijojmë me komandën SSH minus key-gen. Gen është për generate. Key. Japim një komandën help, të shikojmë se çfarë opsionesh ka kjo komandë. Ka disa opsione, kjo minus T është tipi. Ne do përdorim të tipin ed25519, atëherë po jap këtë komandën keygen të ed25519,
Pra, një qelës të këtij lloji, edhe minus f, emri I skedarit, Q1. Kjo minus f është emri I skedarit. Edhe them që ruajnë e këtë skedar, në emrin Q1, jap enter. Tani kjo na kërkon password ose passphrase, jap enter, lë bosh. Prap enter. Passwordin mund të bëjmë bosh, s'ka nevojë. Lëre bosh, sepse duam që kur ta përdorim të Chelsea mos na kërkoj password. Po I dam password tani, do na kërkoj password kur të përdorim Chelsea. Se vish ma kërkon prap, se thot... Po, shkruaj prap bosh. Lëre prap bosh, enter. Se është që konfirmohet ajo. Po, tani shikojmë me ls me këtë komandë shikojmë që na ka krijuar dy skedar, Q1.pub. Kjo Q1.pub është Chelsea publik. Q1 është Chelsea privat. Po ta shikojmë këtë çka ka kjo brenda kjo Q1-shin. Në bëja që të gabim. Kam shtu për tati. Kam shtu për të kapistrafë. Pra këtu thot begin open SSH private key edhe në fund end open SSH private key. Pra Chelsea privat është ky. Shikojmë edhe kopjen publike. E provë? Po. Tani, që të funksionoj kjo, gjëja që duam bëjmë ne, që të bëjmë login me qelës publik privat, këtë kopjen publike duhet ta dërgojmë në server, te llogaria në server. Shko. Pra, këtë qelësin Q1.pub, apo bëjmë 2 minuta pushim? Okej, bëjmë 2 minuta pushim, sa të vide ashtë. Hajde. Pra, krijuam ose gjeneruam një çift qelësash, një publik dhe një privat. Ky është qelësi privat, ky është qelësi publik. Dhe këta duam t'i përdorim që të bëjmë login në server ose te kompjuteri tjetër që është në rrjet. Dhe që të funksionojë kjo, këtë qelësin publik duhet që ta dërgojmë në server. Atëherë mund të përdorim këtë komandë për ta dërguar në server. SSH -copy -id vend bosh -i Q1.pub. Ky është qelësi publik që duam të dërgojmë. Do ta dërgojmë tek user1. Unë kam user1, ju do përdorni userin tuaj. Edhe adresa IP që kishim 192.168.10.33 kishim? Ja pita shkëm. 30. Ja ta shikojmë këtu, IP adres. Po, 30 e kemi. Ose do bëjmë me atë me që caktuar. Jep me edhe një passwordin, se tani na kërkon passwordin për këtë përdorues.
Dhe shikojmë rezultatin që numri I qesave që u shtua është 1. Now try logging into the machine with SSH user 1 and check to make sure that only the key you wanted were added. Ne nuk do bëjmë këtë, po do bëjmë këtë gjë tjetër. Do bëjmë mund të shkruajmë këtë komandë tani SSH minus I key1 user1 at 192.168.10.30. Ky opsioni minus I është identity key. Edhe kjo është kopja private. Tani ne e dërguam kopjen publike me këtë komandën këtu. Me këtë komandën këtu e dërguam kopjen publike në server. Tani të shikojmë a do funksionoj logini me këtë. Shtypim enter. Edhe unë shikoj që kam hyrë direkt në server, do më pa pasuar. Who am I? Jam user njëshi. Dësë minusagër, jam tek server remote. Pra, me këtë komandën në sipër, ne hym direkt në server pa pasuar. Shtypim exit tani. Ose jo para se të bëjmë exit, shikojmë të direktorin këtu minus SSH. ls-al.ssh. Shikojmë të authorized keys. Authorized keys. Shikojmë dhe përmbajtjen me kat. Gjë e parë që mund të bëre është ky është I aksesueshëm vetëm nga përdoruesi, jo nga grupi, jo nga të tjerët. Pra, ky çelësi authorized key. Po kështu edhe kjo direktoria SSH është aksesueshme vetëm nga përdoruesi. Jo nga grupi, jo nga të tjerët. Dhe përmbajtja e këtij sledar authorized key faktikisht është çelësi publik, pra ka çelësin publik. Dhe kjo na lejon ne që të hyjmë me atë duke përdoruar çelësin privat. Tani bëj exit dhe bëj prap cat key1.pub. Pra, ky është çelësi publik, po ta shikojmë, përmbajtja e këtij çelësit është një lloj me përmbajtjen që kemi tek authorized keys. Pra, duke e shtuar të çelësin publik tek authorized keys, e bëjmë append te ky sledar dhe duke përdorur çelësin privat kur bëjmë login, ne mund të hyjmë automatikisht pa pasuar. Sepse ajo mund të krahasojë këtë çelësin privat me çelësin publik, edhe që të pushen apo jo dhe të na lejojë që të bëjmë login automatikisht. Tani, që të bëjmë login, ne do t'japim gjithmonë këtë çelësin privat, do t'japim username, do t'japim IP-n. Po mund ta ndryshojmë konfigurimin e kësaj komandës SSH që t'i regjistrojë këto dhe t'i mbajë mend dhe të na lejojë që të hyjmë më thjesht, mund ta bëjmë më të thjeshtë. Atëre, po krijoj një direktori SSH, në të dir.ssh. Po më ndjek? Po. Je passwordin. Tani më dish mua këtu. Atëre, krijojmë të direktori.ssh. Unë e pasma faktikisht, po nuk ka rëndësi. Po pra, se atë kaluam. Po, me direktori.ssh. Tani shikojmë ls-al.ssh. Kjo duhet të ketë të drejta redirect execute vetëm nga përdoruesi, dhe jo nga tjerë. Kështu që për të siguruar, po e bëj këtë change mode 700. Që të sigurojmë që vetëm përdoruesi ka të drejta. Tani te kjo direktoria.ssh do krijojmë një sledar config. nano.ssh config.
Artilleri programı më ndiq mua, nano pikë config. Më ndiq këtu. Me po isha të jo, posh më fedelit. Dakor, më ndiqte kjo komanda këtu. Nano pikë config. Tu do një të poshtë. Jo, është me cëllë. Udotëm që se kemi 2 orë. Dhe këtu do shkruajmë këtë konfigurim. Host, unë po e quaj server 1 ose server 1. Server 1. Mund ta quajmë çfarë do të duam. Kjo s'ka rëndësi, është tani një server. Lë një dy vende bosh, të rreshti më poshtëm, edhe shkruaj host name 192.168.10.30. Ato që jepim tek komanda SSH. Pastaj japim user, unë do ta bëj user1. Jo do të bëj user actual. Pastaj identifier .ssh C1. Edhe e ruaj me Ctrl O. Enter. Pra, për ta ruajtur është me të komandën këtu Ctrl O. Vje evakuar /.ssh. Vje evakuar është direktoria home. Kjo ka kuptimin direktoria .ssh në direktorin home. I vim Ctrl O, për ta ruajtur. Ctrl O, out, right out, enter. Edhe tani me Ctrl X. Kjo këtu është me marrë. Identify. Control. Enter. Dalim me Ctrl X. Tani, shikoj se çfarë të drejta shka kjo me LSL. Dhe kjo është edhe dushme edhe nga grupi edhe nga të tjerët. Kështu që do të ndryshoj të drejtat me change mod 600. Bëj prak LSL, shikoj që tani vetëm përdorus si ka të drejta. Tani bëj edhe ls-alert.ssh. Pra, konfigun e kemi të kjo direktoria .ssh. Po, brenda konfigut kemi thënë që edhe qesin T1 e kemi këtu brenda, që faktikisht nuk e kemi. Kështu që leta kopjoj edhe qesin T1, qesin T1. Tani e kemi edhe qesin T1 këtu brenda kësaj direktorisë SSH. Desi, ke avër për shekësit, dhe një eksit, dhe jemi në të marrë që se dhe një tjetër, andaj, me eksit. Tani të pësh edhe një këto, nano, dhëmë dosh, .ssh, /config. Ja ta hapë edhe një, dhe edhe një.
host. Arbi, ti ke në rregull, vetëm Daisy, që do të Mendoj se të vazhdoj. Jo, ti në rregull. User Daisy. The identity file. Kjo vjerakuar është direktoria home. Pra, ne kemi që në direktorinë home, në direktorinë .ssh, kemi të qësin key1, që do të përdorim si identity file. Kjo identity file ishte opcioni -i, që përdorim të komanda ssh. Tani, të këtë konfigurimi, ne i kemi edhe adresën e serverit, i kemi edhe username-in, i kemi edhe qersin që të përdor për të identifikuar, që ne mund të bëjmë login thjesht me emrin e serverit. Tani bëj mp ose copy, bëj change mode 600 .ssh config. Bëj ysad.ssh config. Jo, vetëm .ssh. ysad.ssh. Enter. Tu na bëhet pinjeshë në vetë sajtë. Që bëjmë mv ose copy mv key1 .ssh. E provojmë pra ysad, me shqipën da. Enter. Tani jemi në rregull. Tani provojmë këtë komandën ssh server1. Tani, si që shikoni, ne kemi hyrë direkt të serveri, vetëm me këtë komandë, pa i dhënë adresën e serverit, pa i dhënë emrin e përdoruesit, pa i dhënë qersin e identifikimit, sepse ato i kemi përcaktuar të skedarit konfigurimi. Pra kjo është shumë praktike. Atë bëjmë exit këtu, japim ssh server1 ds-al. Tani, prapë, në ekzekutohet kjo komanda ls-al direkt në serverin tjetër, pa pasur, pa gjë. Është shumë kollaj, shumë praktike, se ajo që bëni më përpara. Tani, e ngjashme me këtë komandën ssh, është edhe një komandë që quhet sftp. FTP është një program file transfer protocol që përdoret për të transferuar skedar nga një direktori lokale në një direktori në një server tjetër dhe anasjetas, nga një direktori në një server tjetër në një direktori lokale. Po tani kjo S është Secure FTP. Dhe ky programi Secure FTP përdor të njëjtin konfigurim si komanda SSH. Pra përdor atë konfigun që bëm ne atje. Dhe mund të bëj login të serverit direkt duke përdorur ato dhënat e konfigurimit të komandës SSH. Para se bëjmë të komanda sftp, kemi edhe të komandën scp, copy. Kjo cp është komanda copy. Komanda scp është komanda secure copy që përdor prapë konfigurimin e komandës SSH, për të kopjuar një skedar nga direktoria ku ndodhemi në një direktori në një server tjetër. Për shembull, po shikojmë çfarë kemi këtu me ls. Kemi të dlist ose distros.txt, e kemi gjithë se e kemi përdorur. Atëherë dua ta kopjoj në serverin tjetër. Atëherë bëj scp distros.txt server 1, 2 pika.
Tani, bëj këtë komandën SSH, server 1, ls -al. Edhe shikoj që më është transferuar ky skedari distros me anë të komandës copy, secure copy. Tani ky është emri i serverit. Ka dhe dy pika këtu, mund t'japim edhe direktorin ku do kopjohet. Me qëse unë e kam lënë bosh, ajo e kopjon në direktorin home të përdoruesit në serverin tjetër. Funksionon? Po. Në rregull. Tu ke një grafik. Sepse në bazë se server 1 do të dy pika. Se po e le pa dy pika, ai që është skedari server 1. Po i të dy pika, do të kopjojë në ky server. Enter. Dhe tani e kemi këtë distro dhe serverin tjetër. Në rregull. Tani, po jap këtë komandën server 1 touch test 1.txt. Dhe kjo komanda touch test 1.txt do më krijojë një skedar në server 1. Shikoj me ls-al, edhe duhet të kem këtë skedarin aty. Tani dua që këtë skedarin ta kopjoj nga serveri në këtë direktorin ku jam. Atëherë bëj scp server 1 dy pika test 1.txt pik. Po, bëj kësë, që ta shkajnë e testin këtë. Sa është kopjuar. Abi, shkojnë të komandës, se të të që kam shkru në fund. Po, komandë? Ja për këtë në fund. Dhe shkojnë atë që i nëzërë të një, Po. Pra, në shkopjoj. Pra, kjo komanda SCP funksionon në dy drejtimet. Mund të kopjoj një skedar nga serveri ku jemi në serverin tjetër, ose në këtë rast mund të kopjojmë këtë skedarin test 1.txt nga serveri 1 në direktorin home, ose në direktorin ku jemi, tek ky server ku jemi. Kjo pika është direktoria ku jemi. Pra, si që e kam si komanda scp, në qashën e këtë është edhe komanda sftp. Por këtë le ta shikojmë nesër. Po e mbyllim kursor dhe e shikojmë nesër.